Më shumë turistë se një vit më parë, por jo drejt synimit të 15 milionëve të huaj deri në fund të vitit. Ecuria e turizmit në vendin tonë në muajin gusht ka qenë dhe më e suksesshme se gjithë periudha tjetër e vitit. 3.36 milion turistë shtuan ndjeshëm sipas Instat edhe net qëndrimet në strukturat akomoduese shqiptare, me 35.1% u rrit ky tregues në të cilën përqindjen më të madhe e zën të huaj. Sipas Instat, në gusht 2025, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri, vinë nga Kosova, Polonia dhe Itali. Franca dhe Gjermania kontribuan secila me nga 7% të vizitorëve, ndërsa 43% e tyre ishin nga vende të tjera. Turistët qëndrojnë në hotele se janë udhëtime të organizuara, për strukturat akomoduese që prenotohen online kanë patur një rënje për shkak të turistëve që vijojnë në mënyrë individuale dhe zgjedhin vetë ku do të shkojnë. Nëse flitet për individët që kanë ardhur dhe kanë preferuar Bregdetin, kanë qenë me tur editore, por dhe vende të tjera që shfaqin histori si Berati, sipas Instat. Më së shumti të huajt kanë preferuar të vizitojnë Tiranën, pasuar më tej nga vendet historike si dhe nga Bregdeti.